Një profeci e supozuar që thuhet se është pothuajse 1000 vjeçare, pretendon se parashikon papën e ardhshëm dhe bën një paralajmërim të tmerrshëm për njerëzimin. Vatikani njoftoi vdekjen e Papa Franceskut në moshën 88 vjeçare me shkakun e vdekjes një goditje në tru që çoi në koma dhe dështim të zemrës. Pas vdekjes së tij do të vijojë një periudhë zie 9 ditore, përpara se të fillojë procesi gjatë i zgjedhjes së një pape të ri. Megjithatë, ekziston një libër i njohur si Profecia e Papëve, i cili supozohet se u shkrua në vitin 1100 nga një irlandez i quajtur Saint Malaki, ose thjesht Malaki për miqtë e tij, pasi ai u kanonizua disa dekada pas vdekjes së tij. Profecia e tij e supozuar pretendon të listojë 112 papë, me vetëm një përmendje të Pietrit Romak, që atribuohet Papa Franceskut dhe disa profeci profetike për ditën e gjykimit. Në këtë shkrim thuhet se papa i fundit do të jetë Pietri Romak, i cili do të kullos delet e tij në për shumë sprova, dhe kur këto gjëra të mbarojnë, qyteti 7 kodrave do të shkatrohet dhe gjykatësi i tmerrshëm do të gjykojë popullin e tij. Fundi. Në thelb, Profecia e Papëve rendit një sër frazash enigmatike që rastësisht korrespondojnë me njerëzit që u ngritën në udhëheqjen e kishës katolike. Ashtu si shumë profeci, megjithatë duket se është një mashtrim i madh, pasi studiuesit dhe historianët papal kanë qenë të shpejtë për të hedhur poshtë disa nga provat që e mbështesin atë.